Dhe të tentosh të me thënë pluralizm në kohë mortje, si që është kjo për mua është një kohë kolere, ku një të shmëndur që ka 3 mandate tenton të marrë dhe të 4-tin, dhe tentosh të flasësh për pluralizm, kjo është një më e madhe që mund të bësh asaj që ne shpesh herë me Panon, pse jo dhe me Zotën Shemi, e pajtojë që është një regjim. Dhe në regjim, gjëja më e thjeshtë është që të bësh dasëm, apo të flasësh për pluralizm, kur pluralizm nuk ka. Sepse Pano e di fare mirë, ne kemi trajtuar në 2021 tek televizioni ku unë punoj, se çfarë ndodhi me kandidatët e Panos në Gjirokastër, çfarë ndodhi me kandidatët e Panos në Tiranë, çfarë ndodhi me kandidatët e Panos në mos gabojmë në Lezhë apo jo ku ishin. E di çfarë ka ndodhur në Shqipëri në 2021? Është zgjedhur partia e një, me qenë fjalë për programet, e një individ që quhet Tom Doshi, që s'ka as program, as si gjohë, ka 3 deputet që nuk i di njeri në botë, vë bast 1 milion euro me secili nga këto që janë këtu në studio, si kanë emrat kandidat deputetet Tom Doshit dhe qytetarët po ashtu, kush i gjen dhe askush nuk e fiton Megjithëse kësaj radhe duket